Dhe përshëndetje, po fillojmë intervistën me trajnerin Tetova në prag të ndeshjes Bylis Egnati, e cila do zhvillohet nesër në stadiumin Abdull Shmuqa, në orën 13:30. Për më shumë, pyetje për trajnerin Tetova. Profesor Tetova, si e vlerësoni përballjen me Bylisin në Ballsh, një kundërshtar që po kërkon kthesë pas rezultateve të fundit? Sigurisht që mbeti një ndeshje e fortë, sepse Bylis ka treguar që në fushën e vet është një ekip shumë i fortë për të vlerësuar, por mendoj që ne do bëjmë maksimum. Egnatia vjen me objektiva të qarta këtë sezon. A e konsideroni këtë ndeshje si një test i rëndësishëm për vazhdimsinë e ekipit? Çdo test është i rëndësishëm, sepse për ne është kampionat, dhe ndeshjet javë pas jave, çdo test është i rëndësishëm për ne. Të rëndësishme janë 3 pikët më shumë se çdo gjë. A jeni kënaqur me alternativat që keni aktualisht në dispozicion për këtë ndeshje? Normalisht mungon Xhemali, mungon dhe Aljet, sigurisht janë dy mungesa në mbrojtje. Megjithatë jam i kënaqur me çuan. Si e menaxhoni presionin që vjen nga përshpërimet e larta ndaj Egnatias si kampione në fuqi? Nuk ka presion tek skuadra ime, s'ka pasur asnjë moment në trajtimin tim. Për mua janë detyrat dhe ka futboll. Sa e vështirë është përgatitja për një ndeshje në Ballsh duke ditur specifikat e fushës dhe ambientin? Sigurisht, çdo ndeshje e kampionatit ka specifikat e veta, ne vlerësojmë kundërshtar, por do të sillen si kampion. A do të ketë rotacion në formacion apo do të mbështeteni te boshti kryesor i skuadrës? Atë për te fakti siç e thash në mungesat që kemi, do jemi detyruar me po rotacion, kështu që mendoj që do të ketë rotacion. Atëre fjalën e ka gazetari radio televizion shqiptar Isa Halimi. Profesor, ka referuar dy mungesa më shumë të rëndësishme që në mbrojtje, siç është ajo Aljet dhe Xhemali. Shtura këtu dhe largimi i Drecës. A është takimi javë e vështirë për ju për përgatitjen e skuadrës e takon Manolës ofensive? Absolutisht po, sepse normalisht janë 3 lojtarë, por kemi 2